Shtetet e Bashkuara të Amerikës miratojnë bllokim pasurie dhe ndalim vizash për aktorët destabilizues në Ballkanin Perëndimor. Në listë janë shkelësit e marrëveshjes së Prespës dhe të Ohrit. Shtetet e Bashkuara kanë formalizuar një regjim të ri sanksionesh ndaj individëve dhe subjekteve të huaja që kërcënojnë paqen, sigurinë dhe rendin demokratik në Ballkanin Perëndimor. Masat janë të përfshira në një seksion të një akti ligjor të miratuar nga Kongresi Amerikan. Sipas dokumentit, Presidenti i Amerikës është i detyruar që brenda 90 ditëve nga hyrja në fuqi e ligjit të vendosë sanksione ndaj çdo personi të huaj që, pas miratimit të aktit, përfshihet në veprimtari që kërcënojnë stabilitetin rajonal. Ligji përcakton se objekti sanksioneve do të jenë individët që ndërmarrin veprime ose politika që kërcënojnë paqen, sigurinë, stabilitetin ose integritetin territorial të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Minojnë proceset dhe institucionet demokratike. Përfshihen në korrupsion, përfshirë korrupsionin nga ose në emër të qeverive apo zyrtarëve aktual dhe ish zyrtarëve në rajon. Kryejnë shkelje të rënda të drejtave të njeriut, ose pengojnë zbatimin e marrëveshjeve kyçe të sigurisë dhe paqes. Në mënyrë të veçantë, dokumenti thekson se sanksionet do të zbatohen edhe ndaj atyre që cënojnë zbatimin e marrëveshjes së Prespës të vitit 2018, e marrëveshjes Kornisë të Ohrit të vitit 2001, të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të marrëveshjeve të Daytonit, si dhe vendimeve të konferencës së Këshillit për zbatimin e paqes, të mbajtur në Londër në dhjetor 1995. Po ashtu, përfshihen edhe raste që lidhen me gjykatën ndërkombëtare penale për ish Jugosllavinë dhe mekanizmin ndërkombëtar rezidual për gjykatat penale, bllokim pasurie dhe masa të forta imigracioni. Sanksionet e parashikuara përfshin bllokimin e pasurisë dhe interesave financiare të personave të sanksionuar. Nëse këto ndodhen në SHB, hynë në territorin amerikan ose janë nën kontrollin e një personi amerikan. Presidenti autorizohet të përdorë të gjitha kompetencat e dhëna nga ligji për fuqitë ekonomike të emergjencës ndërkombëtare për zbatimin e këtyre masave. Njëkohësisht, ligji parashikon masa të rrepta në fushën e imigracionit. Personat e sanksionuar do të shpallen të papranueshëm për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Nuk do të kenë të drejtë të marrin vizë apo dokumente të tjera hyrjeje dhe do të përjashtohen nga çdo përfitim sipas ligjit për imigracionin dhe shtetësinë. Dokumenti parashikon gjithashtu se të gjitha vizat ekzistuese do të revokohen menjëherë, pavarësisht nga data e lëshimit, dhe çdo dokument tjetër i vlefshëm hyrjeje në posedim të individit do të anulohet automatikisht. Sipas vlerësimeve politike në Washington, ky regjim sanksionesh përbën një mesazh të qartë paralajmërues ndaj aktorëve që synojnë të destabilizojnë Ballkanin Perëndimor dhe riafirmon angazhimin e Amerikës për demokracinë, sundimin e ligjit dhe paqen afatgjatë në rajon. Të nderuar miq, teksa dëgjojmë sa më sipër deklarojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendja na shkon tek kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama dhe tek të gjithë qeveritarët, ministrat, kuadrot e lartë të ministrive, por edhe ata të pushtetit rajonal dhe lokal, të zhytur thellë në krim dhe korrupsion, që duket se janë të prekurit direkt nga masat dhe sanksionet e shpallura nga Shtetet e Bashkuara. Ardhja e Trump padyshim që do i trondiste nga themelet të gjithë. Fundi u erdhi dhe e kanë tragjik, ashtu siç edhe e meritojnë. Mast Channel. Please subscribe.